Me Kosova dhe Metohia në Serbi gjithmonë i referohen Republikës së Kosovës. Me Kosovë i Metohi. Por me këtë term ju referuan vendit edhe në një institucion që konsiderohet të jetë i saj, respektivisht zyrën e prokurorit të specializuar në Hag. Në një dokument të muajit shkurt 2023 përshkruhet se duke u drejtuar Sefer Gogjulit, njëri nga dy hetuesit e ZPS-s, cilët po intervistonin e përmendin emrin për çka intervistuari ishte ankuar më pas përmes avokatit të popullit. Në fillim të intervistës, njëri prej punonjësve gjatë leximit të një dokumenti u referua Republikës së Kosovës me fjalët Kosovo i Metohia. Në atë moment, ankuesi nuk ngriti ndonjë kundërshtim dhe shqetësim në lidhje me përdorimin e shprehjes Kosovë dhe Metohi, pasi u këshillua të mos e bënte këtë nga mbrojtësi i tij. Megjithatë, në fund të intervistës, ai shprehu shqetësimin e tij për përdorimin e kësaj shprehjeje në dokumentacion. Në përgjigjen ndaj ankesës, ZPS asë kohë kishte pranuar se hetuesi e kishte përdorur termin, por gabimisht. Por Gogjuli po në atë ankesë shprehej i bindur se nuk ishte vetëm lëshim. Vë në dukje faktin se përfaqësuesi në fjalë po e lexonte nga një dokument ku përdorej termi. Me apo pa qëllim përdorimi i këtij termi sipas njerëzve të punës së këtij institucioni konsiderohet shkelje e rëndë. E konsiderojmë si një skandal dhe një, si me thonë, një tendencë për ta zhvlerësuar komplet sistemin kushtetues i Kosovës. Kjo është përfaq edhe diçka tjetër, thot një tjetër avokat. Faktin që prapa këtij procesi qëndron Serbia dhe autoritetet e saj. Dhe kjo tashmë po dëshmohet edhe përmes fakteve, përmes letrave, cilat po i konfirmon edhe vetë gjykata speciale. Sefer Gogjuli në kohën kur intervistua, siç kupton ATV, ishte shefi një departamenti në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.